Albanian Oda Podcast me Gjemi Agaj. Sonde me ne është Uran Kuqi, kryetar I shoqatës shqiptare të qytetit të Windsor-it. Uran, mirë se erdhët në Albanian Oda Podcast. Faleminderit Gjemi për ftesën, mirë se u gjej. Uran, Rishtazi është formuar shoqata shqiptare në Windsor, edhe unë mendoj që është një ndër shoqatat që është konsoliduar më së miri, shoqatë shqiptare. Ndoshta edhe më sut nga gabimet e tjerëve, po mënyra se si e keni formuar edhe si më thonë keni vendosur themelin ku duhet, bile bisedova edhe me disa shok, është për lakmi. E di që po të lavdroj, po është mirë me tregu të vërtetën, është mirë me tregu kur dikush punon mirë, e kur dikush mundohet, s'paku duhet t'je mirë njës, ta përmendim, ta kujtoj. Po. Na fol pak për historikun e shoqatës. Kur u formua shoqata shqiptare në qytetin e Windsorit? Shoqata shqiptare e Windsorit, Albania Association of Windsor, u themelu Rishtazi. Tani faktikisht jemi në muajin e 14 prej se ajo është themelu, do thotë është në fillet e saj të para, ani pse është bërë një punë shumë e madhe. Që nga themelimi I saj, nëntor të vitit 2024, një nismë nga një bashkëqytetar I joni atje, në kontakt me konzullin e përgjithshëm të Republikës së Kosovës, zoti Dakaj, ai me ekipin e tij, pjesë e cilët ishe edhe ti, erdhet edhe ndihmuat për realizimin edhe themelimin e shoqatës tonë atje. Do thot, Rishtazi formuar, por pastaj është bërë punë shumë e madhe, edhe këtu sot veç mund të them se prezentojmë, apo mund të gjatë bisedës do të diskutojmë disa gjëra e curi që kanë përcjellur shoqatën tonë, edhe që, si thati në fillim, janë për më marrë shembull. Kjo për faktin se ndihmon base edhe shoqata tjera, apo në të ardhmen pse jo të krijohet një platforme përbashkët e nivelit të punës, të ambicjeve, të këshillave që shoqatat mund të ndajnë me njëra tjetrën, që sa më shumë të evoluojmë me të ecim përpara. Unë e kisha shtuar diçka, pa dasht me marrë një kredit, po du me thonë të vërtetën që isha pjesë e asaj formimit, asaj shoqate, dhe unë ndini ndjesit krenarisë, kur konsulli përgjithshëm zoti Dakaj na thanë dëgjoni, është duke ardhur presidenti Osmani, presidenti e Republikës së Kosovës në Kanada, dhe unë nuk mund të shkoj, po a keni mundësi një grup njerëz të shkojnë t'ju ndihmojnë të formohet, si më thonë, fillojnë ai themelimi I shoqatës. Sakt. U duhet përmend aty ishte konsulli Sedat Borniku, ishte Shani Pnishi nga Albania News, ishte ish kryetari I shoqatës Hamilton Fatmir Laçi, isha unë dhe pastaj u bashkua dhe Naser Berisha, që është kryetari I rrjetit biznese. Më kujtohet ai moment kur erdhëm, nuk njifshim me shumë nicën, na shifshin neve si çka u ndodh këtu. Po pak alien në atë aspektin. Si alien. Po më kujtohet Shaniu I di këto procedura shumë mirë. Shani ka përvojë gjatë. Ka përvojë gjatë dhe na tregoi kjo do ndodh që kur vjen momenti I votimit ne duhet dalim jashtë. Ne jemi vetëm iniciuesit. Edhe moment që u krijua shoqata, për zotin I vrojtoja fytyrat e njerëzve, një farë ndjesie, një farë kënaqësie, një farë edhe ndjeni relaksi, relaksi, edhe ndjej krenari, edhe ndryshoi edhe energjia ndaj neve në kuptimin tash po kuptojmë se jemi këtu. Po në fakt të vërtetës edhe unë nuk dija ato procedurat e vetë Shania I ka ditë. Për zotin. Ai do thotë I ka marrë ato gjitha masat se si shkon e curia e punës e gjëra. Shiqë është shumë me nësi mu cekse edhe prej kandit tim tani si kryetari shoqatës nuk kam qenë njohuri fare se do të mërtojnë si kryetar. Do thotë është bërë një jehon, një kushtrim atje që po bëhet një shoqat, ka nevojë për një shoqat edhe është përhapur lajmi përmes rrjeteve sociale apo sistemin e këtu word to mouth, veç kush ka mundësi dikuj me I tregu, dhe mbledhem
në një restorant të një bashkëqytetari atje që bën shumë për shoqatën. Zoti Camaj. Zoti Camaj, po. E përshëndesim shumë. Patjetër që po, është katalizatori i fuqishëm i shoqatës sonë, edhe do thot në ambientet e restoranit ti, u morën ato, do thot hapat e parë që Shania na tregonte se si, kupton, që i përmendet i pak, edhe ashtu rolli shumë natyrshëm, ai gjithaj proces i emërtimit të këshillit organizativ aty, pastaj kryesia për kryetar KPZ-in. Edhe krijuan një ambient aty i mirë, i përcjellur pak me humor normalisht, edhe votuan një zëri për mua. Në këtë aspekt po them që ishte edhe pak befasi për mua. Por me të marrë detyrën, pastaj ju shoha punës, edhe përvoja që i kam në biznes, në menaxhment, në leadership, në menaxhimin e kapaciteteve të resurseve umane, ashtu, ju vesha punës që... Uran, punon si real estate agent. Po. Menaxhon një biznes kogja suksesshëm, po do të kthehemi edhe asaj. Po, unë për veti duhet përmend edhe këtë, se është shumë e rëndësi, kur u bë mbrëmja parë. Po. Ishte pavarësia... Festa pavarësisë. Sot një vit, si më thonë tash një vit. Po, sot një vit, sakt. Edhe di që më ftove për prezentim, edhe ishte një kënaqësi të jem aty, të falenderoj për mikpritjen, edhe besoj që edhe bordi u kënaqëm edhe ne. Ishte një organizim super fantastik. Mbi sa veta, 500 asaj ishin. Ka qenë rreth 500 veta. Edhe i kam patur ftyrat zume që më në fund u organizuan diçka. U bën një komunitet. Ka shumë shqiptar Windsor. Po ka... Na thuaj nga vinë shumica, i dinti paka. Thuhet s'kemi statistikat sakta, por ato që dikur ishin, na thënë se janë rreth 3.000 ca, 3.500, duke marrë parasysh tash edhe një kohë shtesë prej këtij numri gjerë tani, besoj se jemi rreth 4.000, do thotë. Shumica janë prej Shqipërisë, pastaj pasojnë shqiptarët e Kosovës, të Malësisë po ashtu, edhe të Maqedonisë së Veriut. Është një mix shumë i bukur që na përcjell shoqatën apo bordin ton, pikërisht prej gjitha trevave shqiptare. Edhe antarët e bordit janë nga gjitha trevat. Nga gjitha trevat, qëllimisht i kemi përzgjedhur ashtu, janë kryesisht dje me vajza treja që bëjmë një punë shkëlqyeshme së bashku, një zëri, edhe gjërat po shkojnë mirë, gjërat po shkojnë për mrekulli. Edhe pastaj ishte organizimi i dytë për festën e flamurit, edhe kjo shkoi mirë, edhe kësaj radhe isha aty. Po, edhe ke bërë një prezentim shumë të mirë, ishit ju si moderator së bashku me Joli Paparisto Agollin. Po. E dveshte me atë kostumet. Me veshje kontare. Edhe jemi kënaqur dhe kemi marrë shumë fjalë të mira për mbrëmjen, për prezantimin, për muzikën, gjitha ato. Po para kësaj ka qenë edhe një 2 ditë festival që është shumë i njohur në Windsor, edhe faktikisht është herën e sot me radhë zgjedhesi festivali më i përfaqësuar në provincën e Ontarios, quhet Carousel of Nations. Do thot ku festohet gjitha komunitetet aty marrin pjesë për të festuar artin, kulturën, traditën, ushqimin, vallet, gjitha këto. Është festival i qytetit të Windsorit. Festival i qytetit. Është i vjetër sigurisht? Është i vjetër, daton që sa, po çka vlen të përmendet është se për herë të parë ne si shqiptar, si komunitet shqiptar, marrin pjesë aty. Do thot ishte vera e vitit kaluar që marrin pjesë, edhe e kaluan për bukuri. Do thot kishte edhe prej radios, pastaj ishte aty radiove lokale, pastaj ishte pasqyra shqiptare po ashtu. Ishin 2 ditë rreshtas, festival në cilin gjitha pjesa dërmuese e restoraneve tona shqiptare prezantuan me ushqimet e tyre, gjitha do thot falas për shoqatën, edhe prap të ambientet e zotrit Camajt atje, të restorani i tij, në pjesën jashtë, do thot, ishte open air.
Edhe kishte një frekuentim shumë të madh, jo vetëm shqiptar, rreth 1500 persona në ato dy ditë frekuentuan. Ushqim, muzik, DJ, u rregullua mirë, u dekorua mirë, po ashtu normalisht me elementet tona kombëtare, me flamoj, logot shoqatës, fanela po ashtu që printuan për shoqatës tonë, shumë vullnetarë morën pjesë, është bërë një festival i jashtëzakonshëm që besoj që shoqata do ta vazhdoj këtë traditë e këtij celebrimi, se normalisht ndikon shumë edhe në rritjen, perspektivën e komunitetit shqiptar atje. Ajo reklamohet në gjitha radiot lokale atje, në billboards mëdha qytetit, rrethinës tij, kështu që do të vazhdojmë ato për vit. Pastaj, prej asaj kjo që thua ti, përvjetori i pavarësisë së Shqipërisë, rreth afër 600 persona, edhe ishte një mbrëmje aty. Siç ke parë vesh, shumë e madhe, shumë e mirë. Ishin ftyrat gëzuara shumë. Ja, patjetër që po, do të thotë është fillimi i shoqatës edhe mezi spresin aktivitete të tilla, edhe ne si bord po e bëjmë një punë shumë të mirë që të organizohen ashtu siç duhen, të dekorohen, të ftohen mysafir, pastaj edhe dinjitar shtetëror që japin një legitimitet. Edhe herën e parë edhe dytë ka pas shumë nga politika kanadeze figura. Qëllimisht. Po. Edhe kryetari i qytetit Windsorit, pastaj ka pas members of parliament, që i thënë shqip një deputet. Po, deputet nivelit provincial edhe federal. Po. Kjo është qëllimisht se nëse i kthejmë pak bisedës rreth themelimit të shoqatës, fakti që ajo e gëzon një legitimitet edhe një rritje enorme të punëve që po bëhen brenda këtij komunitetit tonë atje, është fakti se themelimi i saj, vizioni mbi të ardhmen e shoqatës ka qenë i sakt, i drejtë. Është spjeguar, është ideuar, transmetuar komunitetit tonë atje në mënyrën e drejtë. Jo vetëm të krijohet e të shiqojmë pastaj se çka po rrjedh. Jo, vizioni ka qenë i qartë, saqë shpesh herë përmend edhe me bordë dhe me gjithë shoqërinë që rrim atje komunitetin, se nuk janë vetëm festat që një shoqat, një komunitet duhet t'i marrë për bazë, duhet t'jap atë primatin kryesor të një organizimi shoqëror. Ato patjetër që po, por në mbase në rendin e dytë apo tretë. Elementi i parë që një shoqat duhet të ketë për bazë është shkolla shqipe, kultura, arti. Kur fëmijët si të vegjël, domethënë, mësojnë gjuhën amtare në shkolla shqipe, një nivel, dy nivele varsisht, ekspozon ndaj kulturës tonë. Po, pra e marrin qysh atëherë brumosën me gjuhën shqipe, se harrojnë kur, fillojnë e inicojnë ato ndjenjat e forta kombëtare, patriotike, do të njohur edhe historinë, gjuhën, traditat, ashtu rriten. Pastaj kemi menduar se si prej aty të vazhdojnë edhe në shkollimet më larta, do thotë edukative arsimore, ashtu që për high school, shkollat e mesme, kemi përgatitur edhe një platformë tjetër, ku gjithë nxënësit studentë shqiptarë të lidhen me njëri tjetrin. Kudo që ka shqiptar në Windsor, Essex area, të kenë një ndërlidhje tyre përmes platformave të rrjetit sociale. Mëtej, kur ata rriten, do të vazhdojnë në college, e kemi St. Clair College, një college shumë i njohur atje, apo në universitet, që veçme janë formuar klubet tona shqiptar atje, për herë të parë. Kjo është mirë. Kjo është arritje shumë e madhe se krijohet një cikël prej moshave të hershme, kalojnë shkollimin e mesëm, pastaj atë universitar, aty kalojnë 4-5 vite apo sado që kalojnë dhe pastaj mund të marrin direktivat e shoqatës apo të pjenë pjesë e bordis apo kryesisë shoqatës. Që kontribojnë. Të krijohet një cikël. Cikël, bravo. Do ky është vizioni i shoqatës tonë. Edhe këtë mundohem çdo herë ta promovojmë. Edhe për m'ju kthy aspektit e përfaqësimit diplomatik, që shumë prej komunitetit edhe thojmë mbase disa edhe e përshëndesin, por ka edhe tillë që nuk e kuptojnë sakt prezencën, rolin e tyre në komunitetin tonë. Shiqo, pa një përfaqësim të mirë, të rregullt, diplomatik në aspektin lokal të qeverisë, duke filluar nga stadi i nivelit qytetit aty, bashkisë, pastaj provinciale, sfundi federal, është e pamundshme që
të rritër si shoqëri, si komunitet. Këtë du të takim në dije, gjitha shoqatat. Andaj po lidhem këtu me po festave, që se si ti bajmë ato, se ato tregoj krenarinë e koptit tonë, festojmë dhe dim të festojmë mirë, por para saj du të krijohet një vizion i qartë se si ti edukojmë, ti shkollojmë për zbari fëmijët tanë, që ta ruajnë brezin e kulturës, artit, gjuhën, gjitha ato, të krijohen klube studentore në gjitha universitetet, që ata pastaj ta marrin në drejtim bordin shoqëror. Të krijohet ky cikel pra. Që stafeta dorëzohet të gjenerat. Po pra, se nëse ne si gjenerat krijojmë diçka të mirë të bukur dhe nuk lëmë asgjë pas tek pasardhësit tanë, atëherë kemi bërë gjysmë. Kemi arritur një amplitudë, do thonë një ngritje që mund të pastaj nëse nuk menaxhohet mirë prej gjeneratave tashme. Ky është qëllimi. Sa përket përfaqësimit diplomatik, ajo është i nevojshëm për shkak se duhet njihet komuniteti. Komuniteti pastaj ka programe ndryshme. Po e za këtë Carousel festivalin që e përmenda. Sa pjesëtar kanë qenë aty. E ke fjalën për këtë përfaqësimi politik nga lokal, do thotë. Lokal. Lokal, kanadez, tamam. Okay. Ndërlidhjet me pikërisht me kryetarin e komunës atje të bashkësisë, Drew Dilkins, që është pastaj këshilltar të lartë, na çdo herë i ftojmë. Çdo jemi pjesë kënaqën festet tona në ambientet tona, se kjo ndihmon pastaj shoqatën që në të ardhmen kur shoqata ka mjetet e nevojshme për të krijuar një qendër tyre, një seli që cila shoqatë e komunitet e synon, atë shumë më lehtë është qasja në përfitimin e pronave apo fondeve lokale, provinciale, federale. Ka fonde që në mënyrë legale. Ka fonde, po duhet ditë si t'i thithim ato. Po, duhet ditë e vërtet. Kjo ndërlidhet me atë se pse ftohen ata çdo herë në festat tona, që të kemë një shoqëri të ngushtë, një raport, tamam edhe shoqëror edhe zyrtar. Kemi vizituar zyrët e çdo antari provincial me bordin ton. Do thotë i ke shkon zyre gjithë. Po, tjetër që po. Sa herë që zgjidhen ata, shkojmë i madhi. I vizitojmë, trokasim dyert e tyre, ata me kënaqësi na pranojnë. E kam vrejt entuziazmin bile kur i takova. Po normalisht po, sinqeritetin të entuziazmin bëhet punë. Shumë gëzuar ata që janë aty. Unë e kuptoj edhe se është detyre politike që të afrohen me çdo komunitet, se këto e promovon edhe shteti kanadez. Po entuziazmi i tyre ishte shumë i madh. Sidomos i kryetarit për herë të parë kur e takova, edhe unë mendoj që i ke bërë një punë shumë të rëndësishme aty në drejtim. Lobimi është bërë si duhet, po kjo që ju ke ikur gjithë dhe në zyre se pas na ditë me të drejtën. Po, tjetër që po, e kem edhe diçka tjetër të përmendet. Në bordi i shoqatës e ka atë vizionin e punës apo departamentet, segmentet e ndryshme varësisht prej këndit politik bërjes saj. Në këtë drejtim, do thot, janë dy antarë, motër e vëlla, zotërit Arti dhe Jonja Tambori, që sa herë kemi takime të nivelit diplomatik, ata përgatisin ato raportet mbi shoqatën, mbi komunitetin ton, mbi historikën e shoqatës dhe shqiptarëve në përgjithësi, ju dërgojnë emaila apo përmes telefonatave në zyrët e tyre, edhe zbashku shkojmë i vizitojmë. I tregojmë se kush jemi, kur jemi themeluar, qëllimet tona, angazhimet tona të përbashkëta. Normalisht se kur e shef njeri në persona dhe shef kush je, krijohet një raport shumë i relaksuar, edhe krijohet ajo shoqëria, edhe na presim me kënaqësi, na vinë në festa me kënaqësi në eventet tona që kemi, edhe janë shpërnda mirënjohje të shumta për gjithë, do thot, nivelit provincial dhe federal. Ata janë shumë, si më thënë, të gatshëm ndihmojnë. Po pra. Që nga ana dhe këshillave që tipen, po edhe si drejtohemi për puna fonde, se gjëja më e rëndësishme unë mendoj është që si ti thithim ato fonde që janë aty, janë dara për komunitetet, që komunitetit përfitoj sa më shumë. Fundit oranti e din që ëndër e çdo shoqate edhe çdo komiteti është ta ketë qendrën e vet, një seli, po një shtëpi. Tash me këtë bisedë, arsyeja jote është se kem pas një mbledhje gjitha shoqatat në Ontario.
edhe ishte një takim që është në vazhdimsi po ndodh për konsolidimin e shtëpisë së shqiptarit këtu në GTA në Toronto. Po. Edhe mbledhja fundi u mbajt prap tek konsullata e Republikës Kosovës. Na flet pak mendimin tënd rreth kësaj. Po, sa herë që prezantojnë të mbledhjet që i mbajmë në ambientet e konsullatës Republikës Kosovës, cilave i prin Zotri Dakaj dhe ambasadori Amalo, cilët unë i falenderoj shumë, kem raporte shumë të afërta e miqësore me ta. Kam cekur që edhe pse si nis me vonë, është shumë e duhur, e vonuar, por e duhur, por shkon drejtimin e duhur. Nisma për të krijuar një seli të madhe ku bashkohen gjithë shqiptarët edhe e përqojmë një mesazh të gjithë komuniteti. Po shkon në drejtimin e duhur, thash, edhe besoj që doja dalim. Do thotë, për shkak se nëse i marrim gjitha komunitetet, shumica e tyre, sa kam dëgjuar edhe këtu, po edhe në Windsor, komunitete akoma më dopta në aspektin e numrave dhe të organizimeve, kanë selin e tyre. Sa dhe që e vogël tjetë ajo, po për çudi komuniteti shqiptar nuk ka. Pak probleme na bo bashkë, Uran. Po tash, mos të him asaj thonje se famshme të Gjergj Fishtës, po kur një bashkëqytetar atje pa të thënë kështu thënien e Fishtës, unë i pa ta thënë pak me humor ja ktheva, po ta sfidojmë. Është një shembull i ri, dekadat e reja ta sfidojmë, base bëhem bashkë, rritem bashkë dhe gjithsesi duhet ta sfidojmë në aspektin që shpesh komunitetit i mungon një leadership. Kemi biseduar ne kështu si shoqëri. Privatisht kemi biseduar për këtë. I mungon një leadership, se ne jemi që dojmë njëri tjetrin, që bëjmë për njëri tjetrin, për komunitetin, por nevojitet një leadership, një menaxhim prej disa personave që kanë afinitetin ta bëjnë atë, edhe do të shkojmë kësaj rrugë. Unë du me shtu si antari i bordit i shoqatës shqiptare-kanadeze këtu në Toronto, ku jem pjesë e këtyre procese për shpinë shqiptarit, ku ishte një grup më herët që kanë punuar rreth saj dhe kanë marrë atë që i thonë charity number. Po. Tash në këtë grupimin më të madh janë involvuar gjitha shoqatat e Ontarios, po edhe komunitetet fetare, si komuniteti musliman, komuniteti katolik, për dhe thash zoti edhe komuniteti shqiptar ortodoks, dhe komuniteti shqiptar bektashian që të konsolidohen, se ne zyrtarisht i kem 4 fe, ka këtu shqiptar në gjitha këto përfaqësi fetare që është shumë rëndësi të afrohen, që plus ka dhe biznismen, ka dhe edhe profesionist fushë e ndryshme, si avokat, inxhinier, arkitekt. Gjatë bisedave tona, jo dhe me ty, po dhe me konsullin dhe tjetë, ne jem munduar që të hapim krahun sa më shumë. Sa më shumë njerëz të ofrohen, aq më mirë. Unë mendoj që është një momentum i ri, që është pak i vonuar, pajtohem, që janë futur shumë aktorë të shumë që ta bëjmë këtë mundur, sepse pak edhe i nati mësë me pas. Në gjithë të komitete kanë, edhe janë të fort, janë përmi 2400 biznese. Edhe unë pajtohem me ty që na vyna i menagimenti, na vyna i leadershipi që t'i shtynë këto procese para. E di që s'është e lehtë, por besoj që me durimin më të madh edhe me transparencën më të madhe, ne do t'i afrojmë edhe unë të falenderoj ty personalisht si antar i bordit shoqatës që gjithmonë je aktiv dhe na vjen këto mbledhje dhe kontribon me gjithçka çka ti mundesh me bë. Edhe kjo është shumë e rëndësishme. Kështu publikisht falenderoj se nuk është det me 400 kilometra nga Vizori për një mbledhje mu kthy. Fakt. Po kësaj here me Ervinin të kanë zonë këtu në intervistë, e shfrytzuam rastin tash të parin uranin, edhe kem bisedu nga komunitetet, kem dashur të filloj me ty, me të thënë drejtën, me kryetarin e parë. Jo vetëm që je më larti,
po je shoqata më e re edhe kryetari i meri shoqatës që po bën namin, po bën hapa shumë gjigant edhe është inspirim për gjithë ne. Unë gëzome kur e shoh që jeni duke bë. Mahnitën thëm, wow. Është shumë hapa të shpejt edhe sikur se kanë qenë gati shqiptarët e Windsorit që të bëhet. Po them pra, unë përdori një shprehje kështu simbolike, them krejt që ka nevojitet është për me zgju ariun e fjetur. Do thotë, ariu ka një fuqi të jashtëzakonshme, do thonë tash është në atë pjesën hibernetike, duhet zgjuar nga gjumi edhe që të vazhdoj me tej. Nevojitet një leadership. Kjo është çka i nevojitet çdo komuniteti, do thotë një board i përfaqësuar mirë me anëtarët e tij profesionist, edhe të jenë të tillë të ketë përfaqësim treva të ndryshme. Ajo shumë e rëndësishme. Po shumë e rëndësishme të jetë gjithë përfshirës, po edhe prej profileve të specifikuara që vërtet i nevojiten shoqatës komunitetit, qoftë nga IT-a, qoftë digital marketing, qoftë financat, qoftë me background të real estate që i njeh zonat për patundshmëri, për patundshmëri të shiqohet për ndonjë apo të profileve të avokatësh, do thotë gjitha këto duhet të vihen plan të parë edhe pastaj të fillohet ashtu siç kemi filluar ne atje, ta lidhim komunitetin afarist, edhe këto profile që i përmendem, unë kam list gjatë, do thotë që gjitha komunitetet e biznesit atje, apo afarist njerëz suksesshëm, apo me një fjalë një elit, janë në databazën e shoqatës tonë, që kontaktohen rregullisht. Ka shumë shqiptar me biznes aty, sidomos me restoranet. Ka me restoranet më shumë, pastaj ka në ndërtimtari, construction, janë gjitha, ka mësues, ka profesor, ka researcher me 50 mbi 50 tituj, do thotë research që janë bërë, kërkues shkencor apo si thua. Kërkues shkencor, po që punojnë në universitet edhe të Windsorit edhe të Michiganit atje, edhe doktor pastaj, kirurg, avokat, paralegal, do thotë janë gjitha. Krejt që ka është në veri të kontaktohen, të tregohen se po bëhet një punë e mirë, një themelimi i komunitetit, një shoqate, e secili atë mundësinë vet, qoftë përmes ideve, këshillave financiare, ofrimit të sallave të tyre, një menaxhim edhe u bë një punë e madhe. Edhe kështu do thotë filloj në gjitha segmentet, përmendat politik, pastaj edhe organizativ ka aspekti i edukimit, të arsimit atje, kemi sektor të IT-s, të financave, dhe të mirëmbajtjes së rrjeteve sociale. Është më rëndësi t'i kthejmë edhe një herë që mbase për komunitete tjera dëgjohet zëri i nevojës për inkuadrimin e dinjitarëve lokale, shtetëror. Kjo është shumë më rëndësi, se këta ndihmojnë me u lidh me pyetjen tane për themelimin e një selie, një shtëpie të shqiptarit edhe këtu në Toronto, po edhe në çdo nivel lokal ku shoqatat ekzistojnë, se ndërlidhja me ta t'jap akses tek fondet e ndryshme. Qoftë si këshill, qoftë ide, rrugën më të shkurt. Po, për me ditë ajo shumë e rëndësishme. Po, rrugën më të shkurt. Në këtë aspekt do thotë kemi bërë kontakte edhe me premierin e Ontarios, faktikisht, Doug Ford, i cili ka njoft edhe ka uru shoqatën tonë. Edhe i kanë shku, do thot, ftesat për mirënjohje edhe kryeministit Kanadas, që ka njoft shoqatën tonë në Windsor, zoti Mark Carney. Edhe në festën që ishte e fundit që ti prezentohu, shpërndaja, do thot, mirënjohjet e tyre, edhe Doug Ford, edhe kryeministit Kanadas, në gjitha ekranet atje në sallë. Kjo është mënyra që ngritet komuniteti jonë shqiptar, bëhet një zë i fuqishëm gjithandej. Pastaj nëse gjitha komunitetet apo qytetet që reprezentojnë komunitetet aty bashkohen, kush ka mundësi të kthejë një kërkesë apo mos ndihmoj në krijimin e kësaj që shqiptarët, federatës tonë të madhe. A kupton, do thënë, kjo jep legitimitet të plot
Kështu që duhet secila shoqat në festat e tyre, në ahengjet, t'i targetoj, t'i ftoj antarët e nivelit provincial edhe federal, edhe ata shumë natyrshëm vinë. Pastaj çka ndodh? Është edhe një element tjetër që kemi diskutuar shumë me zotin Dakaj dhe zonin Malo. Sa që vinë po e zot tek ne, kur ulen në tavolinat e përbashkëta këta dinjetarët, do thotë shqiptarët, ambasadorët tanë dhe ata kanadez, kryejnë kontakte, shkëmbej mesazhe, kontakte, edhe pastaj ata ftojnë në grupin e miqësisë të përfaqësuar nga ambasada jonë e Kosovës dhe e Shqipërisë në Ottavë. Edhe faktikisht kjo kanë gjallë edhe me komunitetin politik të Vindzorit, kur ekziston një grup parlamentar nga dy partitë, nëse s'gaboj, edhe Partia Konservatore edhe Partia Liberale që është pushtet, që members of parliament, ata deputet e kanë të formuar një, si me thonë, si qutë, klub apo s'diçka, i miqësisë shqiptarë kanadese. po pra, kjo është vetë i formuar. Po, çka? Sa janë aty? Dim pavarësisht? Po janë rreth 10, shkojnë prej 10 deri në 15 ashtu. Më mirë din mbase ambasadori kryesor aty i Republikës së Kosovës dhe zonja Malo që përfaqëson Republikën e Shqipërisë, diku 10-15. Po nga Vindzori është krijuar, do thotë është marrë një deputet federal edhe do thotë me kërkesë të ambasadores Malo dhe ambasadorit Kryeziu, edhe këtë po them që nëse ata ftojnë ftesat tona dhe bëhet një ndërlidhje, një komunikim i saktë, i rregullt mes ambasadorëve tanë dhe tyre, ata i bashkohen grupit miqësor. Çka ndodh pastaj? Në projekt propozimet ndryshme që mund të bëhen në Parlamentin e Ottavës, ky grup i antarëve të members of parliament bashkohen dhe mund t'i çojnë proceset tona përpara, do të thonë si kom që jemi aty. Prej gjëra më të ndryshme, mund të bëhen edhe amendime të ndryshme që përkojnë me interesat tona kombëtare, kështu që gjëja më e mirë, më e lehtë, më e çastme është që komunitetet tona, shoqatat tona t'i ftojnë ata, t'i lidhin me ambasadat tona atje, t'i krijohet grupi miqësisë apo të shtohet grupi miqësisë. Të shtohet numri i tyre atje. Për çdo kërkesë që ka pastaj në Parlamentin kanadez, grupi miqësisë mund të propozojë, do thotë çfarë do nisme, çfarë do amendamenti. Edhe nëse vjen i nis nga Shqipëria apo Kosova, se dhe ajo ka rëndësi sa po pra, se këto janë interesat përbashkëta kombëtare. Kjo është, do thotë, një ndërlidhje e mirë e shoqatave me ambientet tona diplomatike. Kjo është një ndërlidhje që unë e kam si do thotë prioritet në vizionin e shoqatës tonë. Pastaj normalisht që përmendëm festat duhet të jenë në nivel bashkëkohështu familjar, fëmijë aty njihen, kënaqem së bashku. Ke formuar edhe grupin na fol për punën e fëmijëve që me valle që mirën. Po, bashkëpunimin tonë me Jolin. Po, grupi valltar Vatra është themeluar më njëherë ca muaj pas themelimit të vetë shoqatës, me nisma individuale të nënave shqiptare, aty është emëruar edhe një koordinator e punës atje që drejton është ndërlidhje e mirë e bordit. Bashkëshortja e Haxhit duket. Po, bashkëshortja e Haxhit. Po. Edhe pastaj është në fakt grupi Vatra është një aseti, për momentin aseti më i fuqishëm i shoqatës sonë. I mban fëmijët së bashku, përveç që flitet shqip në ambientet ku do thotë kryet ky aktivitet kulturor e shoqëror, aty edhe njohin njëri tjetrin, mësojnë vallet e gjitha trevave, po tani në mungesë të një angazhimi më të avancuar të mësimit të valleve të rajonit të ndryshme shqiptare, siç përmendet ti, angazhuam edhe Jolin. Joli është koreografe, është balerinë e njohur, po. Jeton në Michigan. Jemi afër aty në kufineve, na ndan një lum atje, lumi i detritit. Edhe ajo vjen, do thotë, me honorar tek ne 2 herë në javë. Edhe i mëson fëmijët tanë. Sa fëmijë janë aty? Për momentin janë 22, por ky numër sa vjen e shtohet, është interesant. Ka interes. Ka interes, po. E shohin, do thotë, profesionalizmin e vallës, të instruktorës Joli, edhe dëshirën e madhe për të qenë së bashku fëmijët e nënat
Shumë e rëndësishme për fëmijë. Se tash Shumë e para mendoj rëndësishme. fëmijët janë aty së bashku, njoftohen, vallëzojnë, nëna të rrinë me një kanë tjetër, për shembull në kafe derisa të kryhet vallja ato me inspektorët, Ushtrimet, po. po pra, edhe pastaj rrinë së bashku në ambiente kështu, edhe krijohet një ambient shumë i mirë pune. Kjo është ëndra jonë, shtëpia shqiptarit, vendin ku fëmijët mblidhen, nënat mblidhen, moshat e treta, pensionistët, që të kenë mundësi të bëjnë valle, këngë, pse jo në pjesë teatrale, klasa shqipe. Çdo gjë. Këto është gjitha komunitet tjera, kulturë, sport, gjithë së bashku po, aty. gjithë së bashku, edhe e krijon një ndjesi komunitare, edhe e krijon një energji shumë pozitive për fëmijët. Unë du me marr shembull vajzën time, çiken teme Adena 10 vjeç, edhe kemë vendosë bashkë me Miletën kemë folë që hajde të angazhojmë tek Ina Zoza, Marlis Got Talent. Edhe Ina Zoza këtu 12 mirët me fëmijë që ka ushtron edhe valle shqipe, po edhe këngë shqipe. Çfarë dallimi për se ka fillu? Çdo event që shkojmë ka qef me luq shqip. Po pra. Ka qef me këndu shqip. Dëmoni shet gjithë të veshët i kanë gjetë, gjithë ato graj kanë gjetë veshët kombëtare. E kanë një ndjesi krenarie, mi lishin këtu studio, mi botë disa foto, tha babë, tha dhe unë pedu, tha. Po pra. Në fundi unë e them, ata pa fajnë e tyre lindin këtu. Sepse ne erdhëm, disa me qef, disa me zor, erdhëm këtu, na lindën fëmijët. Ne din që i fëmijët tanë janë Kanades. Dhe t'jemi të qartë dhe të sinqertë se janë lind, janë rritë, o dhe po rritën këtu dhe po shkojnë shkollë. Po sa do pak me pas mundësi me kriju një influencë të ata, një ndjesi të krenarist, një ndjesi që njihen pak me kulturën tonë, se dhe ne jena shumë largë, nuk janë në Evropë të shkojnë për 2 orë. Exact, po. Nuk është që shkurja jonë është shumë të 5 herë në vit për shkak. Po. Kjo ndikon të formësimi tyre, që mos dihen të kompleksuar në tarmen, po të keni ndjesi të krenarisë, edhe të keni njohje për preardhjen e tyre. Kjo është gjithë ideja. Kjo është këtë ideja. Po ajo ndikon shumë pozitivisht e ta. Se shqiptarët ku kanë qenë para 20-30 vjetë, tash jemi një pozitë besoj pak më të mirë. Nga imazhi e kanë fjalën. E jo vetëm. Po duhet punë, edhe duhet mos mundal, edhe ne e përshëndesim Jolin. Për punë, go Joli go. Se pata një bashkëpunim shumë të mirë në prezentimin e fundit që bëm, edhe i urojmë Jolit shumë sukses me gjithë ata fëmijë, po edhe antarit bordit zotri Hax Ademaj. Po, Hax Ademaj, po. Edhe bashkëshortes tij që mirët si koordinatore. Po, këta antarë tjerë të bordit uran, me bindun që ti di me emën bjemën. Po. Nga vinë, si janë? Nga Tirana, nga Pogradeci, Korça, unë nga Prishtina, nga Gjakova, do thotë është një mix shumë interesant aty. Pastaj financierin kemi nga Macedonia e Veriut, nga pjesa ku jetojnë shqiptarët atje, edhe kemi edhe nga Dibra, do thotë, edhe është një mix shumë i mirë që ka ndiku që secili ndihet i përfaqësuar te komuniteti të shoqata. Se thash edhe fillimisht është me rëndësi se si ideohet, si vihen themelet e para të shoqatës. Kjo vlen edhe në biznes, kjo vlen edhe në familje, në çdo organizatë, thonë që nisma të jetë e duhur e sakt të ideohet mirë. Basement, themelet, e pastaj mund të shtresas katin e parë, 2, 3, e kur do pastaj qatin, nga se themelet janë të forta të fuqishme. Nëse ato nuk janë, nëse nuk krijohet mirë filli, në ashtu si duhet, ka mundësi që fortunat e era të lëkundin. Po edhe lëkundin shumë shpejt. A kupton, do të pas kujdes këtë aspekt, po nuk e di, unë mendoj edhe pse si kryetari i shoqatës do thotë më i riu në Ontario këtu mbase gjithë Kanadën, mendoj se duhet
tjetë një ndërlidhje më efikase ndërmjet kryetarëve të shoqatave. Këtë them për shkak se bravo, e qeli një temë. O, kam a lexuar dronin bac. Uran e kam. Base kemi ditë e njëjta. Kemi ditë e njëjta. Amo, se kjo ishte e radhës për du me ditë. Mendimin të ndrat saj. Po, për shkak se gjitha idetë, këshillat, gjërat në për cilën shoqata ka kaluar, gjërat si të mira, si të këqija, duhet komunikuar me bordet e tjera të shoqatës në mënyrë që mos shkojnë të evitojnë gjërat që nuk kanë arritur sukses. Edhe të pajisen me ato që kanë treguar sukses, të kundërtën. Në atë aspekt, mirë do të ishte që të jetë një lidhje koordinimi mes shoqatave, gjithave, po përmes takimeve ose përmes formatit online, tash që mundsohet shumë lehtë, edhe të shkëmbehen përvojat. Do thotë shkëmbehen përvojat që po e zë bordi jon apo shoqata jon atje ka korru suksese në këtë spekën, këtë segment, si ja kem arritur të paraqesim ato këshillat, idetë tona, propozimet, që pastaj këto vlera të shtuara të një shoqate ti transmetojnë në për shoqata tjera, duke filluar nga Londoni, Kitchener, Hamiltoni, Toronto, Montreali, Ottawa, gjithandej, do thotë. Unë kam qenë dhe jam kontakt me gjitha. Edhe në ato në Calgary, kush shoh se ka një iniciativë, një komunitet, mundohen të vinë kontakt me ta dhe të përfitoj nga bisedat që i bëj me ta. Edhe kam arritur shumë këtë aspekt. Kam shiquar ato pros and cons të secilës për të arë një variant më sublim të ndërtimit të një shoqate, të një komuniteti, edhe kjo është base arsyeja e suksesit. Ide e bukur, Oran. Duhet të arrijmë. Duhet besoj që në takimet e radhës ne duhet diskutojmë. Definitivisht. Tjetë si një doracak për secilin shoqatëse ato pikat rendi ditës që duhet secili ati ndjek në mënyrë që të ketë sukses. Një përfaqësim më dinjitoz mes komunitetit, por edhe në nivelin lokal, provincial e federal. Shkëmbimi i përvojave është ajo që duhet. Edhe sa ma shumë që kem kontakt me zvete, aq ma mirë. Ashtu rritemi. Unë po shpresoj që me konsolidimin e asamblesë së Shtëpisë Shqiptarit do krijohet një energji e re. E kam një ndjesi tillë. Edhe po shpresoj ndoshta edhe nga dëshira e madhe, është shumë rëndësi, ka shumë biznesmen që vetëm duhet një organizim më i saktë, po gjithëpërfshirës. Sa ma shumë njerëz, rritet niveli, rritet influenca, rritet serioziteti. Sa ma transparencë, e njëjta. Edhe unë po shpresoj që do bëhet. Do ishte mirë, do të na jap një kauzë më të rëndësishme. Se edhe këtu në podcast mundohem të veçantë kam aktivistin komunitar. Nuk është e lehtë me qenë aktivist, për ata që nuk janë. Duhet me pas mirë kuptim se ne lënë kohën tonë të mirë me diçka. Fakt. Edhe duhet lërsohet. Edhe ai cili nëse vjen, për shembull, Metja, si kamën ai që vjen nga Cili? Ai që vjen na ndihmon tek shoqata juve që jeton në Michigan. Miti, po. Miti është përfaqësues të shoqatës, organizator i mbrëmjeve, eventeve. Është jashtëzakonshëm. Shumë jashtëzakonshëm, shumë ndihmues, shumë punëtor. Vjen nga atje, ka jetuar në Windsor, pastaj ikën në Michigan, po tani çdo aktivitet është pjesë e pandashme e komunitetit, vjen, ndihmon, angazhohet. Gjithë secili atje është punë vullnetare. Me thënë drejtën, deri tani që po flasim, unë në mas të madhe kam lënë edhe biznesin, anash base dhe familjen, duke drejtuar, kanalizuar gjithë energjinë në rritjen e komunitetit, konsolidimin e komunitetit. Është shumë rëndësi. Po kjo duhet buroj, do thotë, kjo buron nga brenda. Ti e din edhe vetë që një person nuk është një punë, një mandat që duhet paguhet. Edhe sikur të ishte paguar, një pse është falas, prap një shpirt vullnetar,
punon shumë më shumë në atë që e ndjen, e përfatëson, se sa dikush që e bën me pagë. Kur një dëshirë, një ideal, lind, emocionet janë shumë më të fuqishme, ndjenja shumë e lartë, andaj arrit sukses. Aty gjithë jemi vullnetar prej dëshirës e qëllimit mirë për me i ba shqiptarët bashkë. Bravo, Kjo është Uran, më vjen shumë mirë, unë do ndroj temen, do flas pak për Prishtinën tonë të dashur, që kem shumë malë. Uran, Prishtinalia, bile i thash edhe vini, thash ma në fund e kom një Prishnali në intervist. Është një qytet që ata cilë kanë jetu një kohë e kuptojnë mungesën, e di qa po flasën. fakt. Tash na solle një temë këtë tjetër. E di, Mos ta marrim topikun, mos ta marrim ajkën e bisedës, po me shumë knasi do të flasim pak për... Po, duhet me folë për Prishtinën. Patjetër. Kur je dalë, kur nga Prishtina, që sa je në Kanadë? Ishte viti 2009, maj 2009, kur erdhem në Kanada, me gruan, e donën, cilën e përshëndes, e dua fort, është pjesë e pandashme dhe punës ime tash së fundi si aktiviste në shoqat, ndihmon shumë. Aso kohë kishim djalin Ajsin, 2 vjeçare gjysmë, dhe Aksën kemi lidhur në Kanada më vonë. Ka lidhë më vonë. Po, më vonë. Edhe vitin 2009 ishte maj, për herë të parë në aso kohë në Prishtinë punojnë në ambasadën amerikane, në sektorin e sigurimit atje. Edhe përfundova pak më parë edhe kolegjin e universitetin, ishte aso kohë Iliria, kolegji Iliria, drejtimin e biznesit dhe menaxhmentit informatik. Edhe po para saj kam qenë shumë pasionant edhe i dhënë pas mjekësisë. Unë kam gati 3 vite të përfunduara të fakultetit mjekësisë. Qa thu? Po, më duke se kem diskutu këtë pjesë. Jo, sot, gjdo herë po marrë versen e treja. Po, normalisht. Një gjys doktori je, a? Po mos thuhet kjo se ka një konotacion jo të mirë një gjys doktori. Me 3 vjetë, veç ke kry 3 vjetë fakultet. Po, afër 3 vite me ligjërata, po, pastaj provimet pata ngel tek viti i dytë, disa të pa përfunduara, por kanë qenë student i 10-shëve. Po qa dolli që të kalove në? Arsye personale, ndodhen ca gjëra, arsye personale, pastaj situatë pak kaotike në sistemin e mësimor atje, ke parasysh pas luftës. Nuk ka qenë e letë. Nuk ka qenë e letë në disa aspekte. Fillova punën në ambasadën amerikane atje dhe faktikisht pata punuar atje 10 vite në ambasadën amerikane. Edhe erdhëm në Kanada dhe thot viti 2009. Po çka shtyni me ardh? Ku ishte ideja? Po një jetë më e mirë si stom në aspektin e fëmijëve, të rriten në një ambient mbase shkollor të kenë disa mundësi më të mira shtesë, të thot, për të ardhmen e tyre. Edhe kjo është arsyeja. Erdhem këtu, u vendosëm, me thënë drejtën prej një jete që kam zhvilluar atje në Prishtinë, edhe në aspekti financiar, edhe shoqëror, kulturor, nuk ishte transformimi i vështirë këtu. Shumica që e thonë gërbeti, në ato për masa jo. Bile unë shumë herë kam pa jetesën në Prishtinë edhe profilin e një qytetari atje, një Prishtinalie, si stojmë ne, shumë më të avancuar se që gjeta këto. Ta them sinqerisht. Po. Edhe në aspektin artistik, edhe kulturor, edhe edukativ arsimor, po besa edhe familjar. Do të shumë në nivel më i avancuar se që gjeta këtu. Besa dhe teknologjik, edhe në aspektin e unë e mbaj mend kur erdha këtu atëherë për hir të bisedës ta bëjmë pak tamam si relax, pasi edhe vetë ambientet e podcasteve janë më të relaksuar, pa dorza. Kisha aso kohë një celular që hapej Nokia aso kohë. Dhe ka pas Wi-Fi dhe lidhe në modern, edhe erdha këtu dhe të një familje shqiptare, po i thëmë,
si t'lidhe me Wi-Fi këtu, se kam, thot që është këmër? Thonë, po kjo është celulari, po se di, ne kemi ato tastaturat, ato kompjuterat, po qa thua, më përse lidhë? Nuk dinte, pastaj teknologjia ishte më ndryshe, ani pse jetesa, shtëpia, infrastruktura, gjithë që në rregull sistemi edukativ dhe shëndetësor, po flas dëra së kohë, se tash ka nis me çaluka pak. Kanadaja. Këtë drejtim, po kjo është temë tjetër. Kështu që dua të them si një i lindur e i rritur në Prishtinë nuk ishte një tranzicion shumë i vështirë. Edhe normalisht viti i parë me do punë të përgjithshme kështu u mora me to, derisa i mora këmbët, i mësova vendet, rrugë, gjanat. Po pse Windsori e jo Toronto? Po Windsori se erdhem këtu kam pasur një familjar, një mik të mikut që më ftoi këtu dhe në bazë fotografive që shihja, video prezantuesit Windsor, më duk qytet i bukur edhe afër Amerikës. Koha ishte e mirë, klima e mirë, për dallim nga ajo që dëgjonin për Kanadën e ftohtë, më duke interesant, quhej Florida e Kanadës. Po, si pika më jugore e Kanadës vërtet ka një klimë të mirë, më të përshtatër, pak 4 stine si që kemi ne andej ka Evropa. Edhe pëlqeva atë, erdha, u pavarësova shpejt, fillova me punë, me një biznes time personal, pastaj linden, u rritën fakto tregjet real estate-i, shënjoj një afat rekord të rritjeve rreth viteve 2012-2015 filloi një hub i madh aty edhe bëra transformimin i kreva ato provimet çka pata, mora licencën si agent i padukshmërive edhe ja ku jam sot. Para tyre po ashtu përfundova quhet ajo Canadian Investment Fund Course që isha për një kohë si këshilltar financiar apo financial advisor pran Investors Group, një kompani gjigante e rrjetit të investimeve. Aty punora një kohë, por aso kohë tregjet ishin në rënje, po flasim për vitin 2010 dikur. Kështu që nuk pash si potencial në atë kohë, edhe si biznes prap e dua, prap mirëm me investimet e gjara tilla, po kjo është në vijat trasha jo ritmi që më përcjeli prej ardhes time prej Prishtinës në Windsor. Folëm për Prishtinë diçka. Nisë ti, çka t'intereson? Kemi çka me fol atë me ditë gjata mbase javë, po një javë kishim fol. Prishtina si metropol. Na merr malli shumë është ndjesi e veçantë, thotë një më rritur në zemrën e Prishtinës, në Ulpian, pjesën më urbane të Prishtinës, të kryeqytetit. Edhe ke parasysh në kohën tonë, dekadën tonë, unë shoh shumë, them si një rini e artë. Pak më vonë pastaj vinë ato sprovat e para luftës e gjërat që do thot i dim që secili për mos më u kthy shumë në ato detale, por e artë them në aspektin se jemi rritur në familje shëndosha, ku kemi ditur të respektojmë prind, familjarët, vëllezërit e motrat, shoqërinë, kemi qenë kontakt të hershëm me artin, kulturën, muzikën qoftë shqiptare, vendase po dhe ato ndërkombëtare, tuaja, do të thonë, repi, roku, amerikan, anglosason, edhe sporti pastaj ka qenë nivel, futbolli, basketbolli. Edhe basketbolli ka qenë. Kanë qenë të instaluara në mënyrën amatoreske çdo rrjeti si i themin ato koshet për koshet e futbollit. Basketbollit. Basketbollit. I bërin ato mirë shumë ato amatore. Ne ndushim me shokën atë kohë. Bashkë shoqëria dhe ishin ato strukturat e drunit që i themin edhe ashtu 4x4s. I golitnim aty edhe i cimentonin për rreth edhe secili mënyra vetanake për ndërtuar diçka dhe në parking, ku jam kon kërë. Bro, në parking, aso kohë s'kishte makina shumë.
s'kishe makina shumë. Po edhe ato që ishin, ata prindrit që ishin ato, e dinin që është koha e lojës, edhe i parkonin ato makinat e tyre me anash, që t'lenin hapësirë më shumë për lojë. Urana të kujtohen ato organizime që bëjshin ngërmit e kosha, si të Ka qenë amazing. Të thonë ku bënin ato turniret. turniret. 3-3. Fitusi rënë. Fitusi i fush. Jep në shpirtin e atë. O, zoti ma. Këtë aspekt po thëmë, atë në si e një që jem rritur, kemi qenë të angazhum shumë në aspektin kulturor, sportiv, thash familjar. Nuk ka pasër elementet këqija që sot t'i vrejnë këto shoqit perëndimore. Për exemple, alkoolit e pruar, apo substanca narkotike, gjana tilla, ato kanë qenë. Nuk ka pas shumë. Ka pas pak. Ka pas i ke numëruar të ata njerëz ngjishta, por ata po them ka qenë një shoqëri, një gjenerat, e një brezi të artë, që Edhe kemi jetu në kupim vujtje? për ata po them edhe aty po kem dash çdo herë kem gjetur veten si ta mbajmë gjallë, aktiv, se pastaj periudha e akupimit kur filloi atë largimi nga shkollat. Ajo koni një 10 vjeçar i errët. Të viti 89-90 deri 99. Unë atë ko kam qenë student. Është si një ëndër e keqe kur e kujtoj. Na për po druma të mësuar, të na ndjek policia. E të mërshme, kjo na vjen pastaj. Shumë kena vujtur. Shumë. Është një kapitull tjetër që nëse fillojmë, pastaj edhe dëgjuesi mund shtangët nga çfarë kem përjetuar, përveç ata që kalojnë në kohën e luftës, mund ta dinë ta përcjellin këtë mesazh. Ata kanë vujt më skeçi për shembull. Patjetër që po. Por edhe ne në aspektet e shkollimit, unë kam pas fatin që shkollohem në Gjevdedot, shkollën e mesme. Shkolla më e mirë e mesme në Kosovë. Ka qenë më prestigjioza, është vërtet mësuar aty, profesor eminent, edhe ka dalë gjenerata shumë të edukuar të arsimuar nga aty, por pse po e përmendi e vetmja shkollë që regjimi Serbia Sokos e ka lënë të mbijetoj. Pse ka qenë kryeqendër bashkë në qendër të qytetit. Ku është sot? Katedralja sot aty. Është katedralja, po. Ka lënë me qëllimin e vetëm që kur vinin media ndërkombëtare për pasqyruar gjendjen faktike. Ata shkëlqyer që ku e kanë shkollën. Po pra, gjithmonë po e kanë dëgjuar. Ishin shumë lajkatarë dhe thonë që gjithë shif spitali është këtu. Shkolla është këtu. Si ke mbyllur Si ke mbyllur, vijojnë studimet, nxënësit këtu. Po në përreth shkollat gjitha kanë qenë mbyllura. Mbyllur universiteti aty përballë. Gjitha kanë qenë. Po pra, gjitha kanë qenë mbyllura edhe është bërë ky sistemi paralel pastaj që me drejtu u formua nga institucionet e përkohshme. Çka ka bë më interesant shkollën e mesme Gjevdedoda? Se u përmend, kam pas një takim me disa shokë dhe u mundova ta shpjegoj, po thash ja do ta pyes dikon, thash masaksisht. Po unë tregoj sakt se kanë qenë aty. Çfarë drejtimi ka pas aty? Drejtimi shkencor matematikor edhe gjusor, do thot, natyror. Nuk është se kanë dalluar shumë në përmbajtje, aty më shumë është mësuar lëndë eksakte, shkenca në përgjithësi, ka dominu matematika, fizika, kimia. Studenta fantastika. Studentat gjeneratat që kanë dalë nga aty, sot janë, do thot, drejtojnë që parti politike, janë në, do thot, kyçra në administrata publike, në ministri. Po se kanë dalë jashtë, kanë studiu, janë bë. Po, prej aty pastaj ka pasur mundësi ndryshme përmes shoqata ndryshme, ambasadave, përfshirë këto ambasada amerikane me bursat ndryshme, me scholarship që i kanë dhënë si donacion kështu. Edhe prej aty kanë dalë edhe kanë avancuar studimet postdiplomatike. Pastaj janë këtu prapë në Prishtinë, por Gjevdedoda ka qenë vërtet një institucion që prej saj kanë dalë gjenerata shumë përgatitura. Për dallim prej shkollave tjera periferike që normalisht, si sta edhe ti, pas ke qenë pjesë e saj që keni mësuar në podrume, në ambiente. Nga viti i 3 shkollës mesme, derisa kam përfunduar fakultetin. 2 vjet shkollë mesme,
Dhe 4 vjetë fakultet, 6 vjetë. Do nga viti ku na mbyllën vitin 91 deri vitin 98, kur gati 7 vjetë. Të merë. Të merë. Peripetite ndryshme. Peripetite ndryshme. Helmimi pastaj me një kohë, nëse kujtohet. Uran, adha ja ka qeni të merë. Ajo vitet, fillim viteve 90. Ajo është insul kolektiv. Serb. Që donin në çdo mënyrë na friksonin na pamundsonin shkollimin tash. Merre me menti kur tenton të ndalosh një shkollë apo shkollimin përgjithësi, domethënë këtë ka qenë qëllimi i tyre që të jemi sa më analfabet, të pangritur në mënyrë që të na dominojnë e kontrollojnë me lehtë. Këtë nuk ja arritën, popull shumë patriot, këmbgulës, siç kanë qenë shqiptarët çdo herë në histori, edhe siç e di mendimin e perëndimit Amerikës në veçanti, Kanadas, ja dolën. Krijojmë shtet, konsolidojmë, jemi 2 shtete shqiptare, edhe na prif punën barë. Po shpresoj, pas se me të shku ma thuaj edhe një, ku të merë malli me pi kafe në Prishtinë. S'fotjora, du me trek në stajtë. Me knaci, tash nuk e di nëse dëgjuesi opinione i din sa ku kanë qenë ato kafet të Santeja atje që delin para luftës, domethënë. I di shumicën e tyre, me përmend edhe me emra kështu. Terroni aty. Terroni. Ka qenë kafiçi më i omët, kafen më të mirë. Magic, Mrika, gjitha kanë qenë. Mrika, po. Po, aty kanë qenë, pastaj ka qenë pjesa e Kurrizit që i thonim ne atje. Fate Kurrizi ajo, kom pak më hershme. Po, ka qenë atje. Ka qenë Shpella shumë e njohur ai. Kafiçi Piramida. Ka qenë YouTube. Bluzallej. Ka qenë gjitha ato. Çao kona një boja, çao koni ka vis tjetër. Po. Sakt. Zoti ma. Papilloni, po, pastaj aty mund mes ka qenë Papilloni. Edhe pastaj ka qenë qafa atje. Ma vonë. Sot është janë përbuzojnë ato kafet e vogla. Nëse i kthejmë historisë më të re, tash janë kafet e vogla, aty që me knatësi pi kafe atje ku shkoj pushimeve të verës. Shiqa për kafe, qejf, edhe për shmek, që i thojmë ne. Prishtina, është kryefjala. Njerëz dhe bojnë Prishtinën. Fakt. Nuk është që Prishtina ka ndaj arkitekturë që më thonë, wow. Të mburësh në të diçka. Mburësh, për zotin se është edhe mbi ngarkuar tash edhe. Po shpirti i një qytetarit Prishtinës, edhe ai që i vjen nga zonat e jashtme, vjen me studiu. E ndron Prishtina pak. Kur del pi aty, jep një tjetër energji. Po, edhe unë menoj që ato që karakterizon Prishtinën është janë njerëzit e Prishtinës. Është ai shmeku ajo dhe cool thing që e kanë. Para ta edhe ja shumë ndje hapon. Shumë një hapën. Edhe humori që i bëhet atje kur shkojnë. Unë qa keshi për 4 javë, e këtu 1 vjet nuk kesh. Kështu me gjatë nuk kesh. Fakt është, humorin e kanë nivel. Shumë nivel, si Shkodrati që e kanë për shamë. Fakt. Humorin e kanë nivel edhe jo humor thumbus. Jo thumbus, jo. Veç të bën me qeshë dhe te i kalot ajo. Po në fakt, Prishtina është ashtu e ka shmekën e vetë edhe jep frymëzim. Kushdo që shkon aty edhe prej rrethinave, jep një frymëzim. Edhe kanalizim të rrjedhave jetësore të gjithë secilit është interesante me të. Besoj gjitha metropolet, frekuentojmë ne shpesh edhe Tiranën, një ndodh. Tirana më është e papartë. Me Tiranë siç e flasun aty. Pak a shumë të njëjtat energji, të njëjtat frekuenca. Basa u lodhë. Po. Edhe kështu. Unë dëshiroj që ta pim atë kafe së bashku në Prishtinë, sa më shpejtoran, edhe falenderoj shumë që gjete ko, na erdhe soto, e ndërove odën tonë, edhe bëm një bisedë që në tekst ishte më shumë komiteti, sepse je duke bo një punë të mirë, edhe unë të dëshiroj shumë sukses. Faleminderit shumë, Gjejmi, faleminderit, shifem për të mirë në kafe tonë atje në Prishtinë. Në Prishtinë tonë të dashur edhe suksese. Na prit punë e barë. Na prit punë e barë. Faleminderit Turan. Respekt. Faleminderit.